Ishte natë e erët në shkretëtirën e Sertos, kur një burr I varfër pa një makinë të ndalur në anë të rrugës me dhe një grua e vetme, e mbuluar nga pluhuri, pa sinjal telefoni, pa shpjegim. Ai u dyshua. Çdo njeri do të dyshonte. Por kishte diçka në heshtjen e saj që ishte më e madhe se frika e tij. Dhe, edhe ashtu, ai e mori me vete në shtëpi. Një kafe e thjesht, një hamak I varur. Nata kaloi e qetë. Kur dielli u ngrit mbi Serto, zhurma që erdhi nga rruga nuk ishte këngë zogj, por 100 makina luksoze që rrethonin shtëpinë e tij. Përshëndetje, unë jam Andersoni. Sot do t'ju tregoj një histori që filloi në një rrugë me dhe në brendësi të verilindjes, mes një bujku të varfër dhe të vetmuar dhe një milionereje të humbur. Dielli I nëntorit në Serto nuk kërkon leje. Ai bie mbi tokën e qarë sikur të ishte I zemëruar me diçka. Dhe kur perëndon, lë pas një nxehtësi që ngjitet në lëkurë edhe natën. Ishte në një pasdite të tillë që Qiraku kishte kaluar ditën I mbledhur nën hijen e një mangonje të dobët, duke rregulluar motorin e vjetër të një pompe uji që nuk donte më të punonte. Duart e tij ishin nga ato që tregojnë historinë e një burri pa pasur nevojë për fjalë. Të ashpra aty ku duhej, të erësuara nga vaji dhe dielli, të forta, por të lodhura në një mënyrë që pushimi nuk e shëronte më. Qiraku ishte 43 vjeç dhe jetonte vetëm në një shtëpi me 3 dhoma, në mes të një cope toke që ishte e tij në letra, por që banka e kishte në sy prej kohësh. Kishte një ar të vogël me misër dhe fasule, një kotec me 6 pula dhe një gjel të zhurmshëm, një cistern që mbushej në dimër dhe thahej para kohe dhe një hamak në verandë, ku ai kalonte shumicën e netëve duke parë qiellin pa gjumë. Nuk kishte televizor, kishte një radio që kapte vetëm një stacion, dhe ai stacion transmetonte vetëm forë nga vitet 90 dhe lajme aksidentesh rrugore. Qiraku nuk ankoi. Kishte mësuar prej kohësh se ankesat nuk e ndryshojnë madhësinë e thatësirës. Jeta e tij ishte kështu. Zgjoi para diellit, pinte një kafe të zezë si katran, shkonte në ar, kthehej me shpinën që I dhemte, hante çfarë kishte. Ndonjëherë ishte vetëm kuskus me vezë, ndonjëherë as aq. Pastaj ulej në verandë derisa errësira binte. Fundjavave shkonte me biçikletë deri në qytetin më të afërt, rreth 20 kilometra larg në rrugë Balte. Blinte gjërat bazë, bisedonte pak me Xhaxha, zefin e dyqanit dhe kthehej. Ishte një jetë e vogël, por ishte e tija, dhe ai ende dinte të gjente të mirën brenda saj. Një të shtunë me hën pothuajse të plot, duke u kthyer me biçikletë pasi kishte zgjidhur disa llogari të prapambetura në qytet, llogari që ai e dinte se nuk kishte para për t'i paguar. Qiraku pa diçka që nuk e kishte parë në atë rrugë prej shumë kohësh, një makinë të ndalur. Nuk ishte një makinë çfarëdo. Ishte nga ato që ai kishte parë vetëm një herë në jetë, në një revistë të vjetër të harruar në dyqanin e Zefit. Një makinë e madhe, e zezë, tepër e pastër për një rrugë të tillë. Ose kishte qenë e pastër, sepse tani ishte e mbuluar nga pluhuri I kuq, si gjithçka përreth. Motori ishte I fikur, dritat e ndezura dhe jashtë, e mbështetur pas karrocerisë, me krahët kryq dhe ballin e rrudhur, qëndronte një grua. Qiraku ndaloi biçikletën rreth 20 metra larg. Qëndroi aty me një këmbë në tokë, duke vlerësuar situatën siç e vlerëson një burr I Sertos diçka të dyshimt, me qetësi, pa ngut, pa treguar frikë. Dhe ai kishte frikë. Jo nga gruaja, por nga Teresa, nga një problem që nuk e kishte kërkuar dhe që mund t'i binte mbi kokë. Ai mendoi për historitë që Xhaxha Zefi tregonte her pas here, për makina të prishura që ishin kurthe, për njerëz që ndalonin për të ndihmuar dhe përfundonin në telashe. Nuk ishin histori të shpikura. Ishin nga këto anë, nga kjo rrugë, nga ky brendësi. Qëndroi aty rreth 2 minuta. Gruaja nuk lëvizi, nuk bëri shenjë, nuk kërkoi asgjë. Vetëm qëndroi e heshtur, me një shprehje sikur ishte e bllokuar me skrenarisë dhe dëshpërimin. Ishte pikërisht kjo që e bëri Qirakun të lëvizte. Ai zbriti nga biçikleta ngadalë dhe u afrua me duart e dukshme. Gruaja e vëzhgoi pa u tërhequr. Mirëmbrëma, tha ai. Mirëmbrëma, u përgjigj ajo. Zëri I saj ishte I fortë, por kishte një dridhje të fshehur. Keni problem me makinën? Mbarova karburantin. Ajo e tha sikur të ishte absurdi më I madh I jetës së saj. Këtu s'ka pomp, tha ai. Më e afërta është në qytet, 20 kilometra. E di. Ajo hodhi sytë te telefoni. S'ka sinjal. Heshtje. Grerzat, hëna, era e lehtë. A ka ndonjë vend këtu? Pyeti ajo. Ka shtëpinë time, tha ai. 2 kilometra larg. Ka ujë, ka kafe, ka hamak. Nesër në mëngjes kalon Deraldi me kamion. Ajo e vështroi gjatë. Pastaj tha, në rregull. Ecën së bashku pa folur. Shtëpia e Qirakut ishte e thjeshtë, por e pastër. Ai përgatiti kafe, ajo u ul. Pin në heshtje. Jeton vetëm? Pyeti ajo. Gjithmonë kam jetuar, u përgjigj ai.
Ai ndjeu se ajo mbante një barë shumë më të rëndë se makina e prishur. Ai I ofroi shtratin, vetë fjeti në hamar. Nata kaloi e qetë. Por në mëngjes, zhurma që erdhi nga rruga nuk ishte normale. Qiraku pa një re e pluhuri. Pastaj makina. Shumë makina. Të zeza, luksoze. Burra me kostume, gra me bloqe shënimesh, kamera, madje edhe një helikopter. Çfarë dreqin është kjo, murmuriti ai. Mirë mëngjes, tha një burr me zë të ftohtë. A është këtu zonja Vitoria Sokoli? Në atë çast, dera pas qirakut u hap. Gruaja doli zbathur, me flokët e shpupuritur. Dhe gjithçka që ai mendonte se ishte realiteti I tij, ndryshoi përgjithmonë. Por kur dy truprojat e pan, diçka ndryshoi në gjithë ajrin e asaj skene. Ata u drejtuan, bën një hap të vogël prapa dhe ajo që më parë dukej si një pushtim, u kthye papritur në diçka tjetër. U kthye në njohje. Doktoresh Vitoria, tha burri që ishte përpara, me një lehtësim që mezi e fshite. Zoti Marko e dërgoi gjithë ekipin. Ju kemi kërkuar që nga mbrëm. Ajo kaloi dorën në përflok, mori frym thellë dhe tundi kokën lehtë. E di. Jam mirë. Qerqizi qëndroi ngrirë mes tyre, duke parë herë njërin, herë tjetrin, duke u përpjekur të ndërtonte mozaikun në mendje. Dhe mozaiku u ndërtua shpejt, shpejtësisht më shpejt nga sa ai mund ta përballonte me qetësi. Kamera u kthye nga ai. Një gazetar që nuk e kishte vënë re më parë u shfaq pranë me mikrofonin në dorë. Zotëri, a mund të konfirmoni se e keni strehuar sipërmarrësen Vitoria Falco gjatë natës? Qerqizi nuk u përgjigj. Bëri një hap drejt verandës, me shpinë nga gazetari dhe e pa atë drejt në sy. Ti je e famshme, tha ai. Nuk ishte pyetje. Vitoria e pa me një shprehje ku përzieshin turpi dhe ndjesa. Jam, u përgjigj me zë të ulët. E famshme si? Babai im themeloi grupin Falco. Ajo ndaloi për një çast. Unë jam presidente. Qerqizi nuk e dinte saktësisht çfarë ishte grupi Falco, por nga madhësia e gjithë atij cirku përpara shtëpisë së tij, e imagjinoi se ishte diçka shumë e madhe. Aq e madhe sa të lëvizte 100 makina luksi në një rrugë balte në brendësi të verilindjes, pa u çuditur askush. Ai heshti për një kohë mjaftueshëm të gjatë sa të bëhej e sikletshme. Pastaj hyri brenda, mori kafen që ishte mbi tavolinë, ja çoi një filxhan asaj pa thënë asgjë dhe u ul në karrigen e verandës, përballë gjithë asaj lëvizjeje. Me fytyrën e qetë të dikujt që kishte parë gjëra të çuditshme më parë dhe kishte mësuar se paniku nuk ndihmon. Vitoria e piu kafen në këmbë, në buzë të verandës, me shpinë nga truprojat. E pa me një vështrim që mbante më shumë se mirënjohje. Faleminderit, tha ajo. Me gjithë zemër. Nuk ka nevojë, u përgjigj ai. Ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Ajo qëndroi edhe pak. Pastaj zbriti shkallët e verandës, shkoi te makina kryesore, hipi dhe procesioni u largua ashtu siç kishte ardhur. Ngadalë, duke ngritur pluhur, duke mbushur dhe boshatisur rrugën e baltës. Një gjë që Qerqizit ju deshën rreth 20 minuta për ta besuar se kishte ndodhur vërtet. Kur reja e fundit e pluhurit u ul, rruga ishte sërish bosh. Gjeli këndoi për herë të dytë. Dielli ishte tashmë lart dhe Qerqizi qëndroi palvizur në verandë, me filxhanin e aluminit në dorë, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishte kaluar saktësisht në përjetën e tij atë natë. 3 ditë më vonë, ajo u kthye. Pa makina luksi, pa truproja. Me një makinë më të vogël, diskrete, të drejtuar prej saj. U ndal përpara shtëpisë, zbriti dhe e gjeti Qerqizin duke rregulluar një gardh me tela me gjemba në fund të oborrit. Ti prap, tha ai pa e parë drejtë në fytyrë. Unë prap, konfirmoi ajo. Ai vazhdoi të rrotullonte telin për disa sekonda, pastaj la pincat, fshiu duart në pantallona dhe u kthye nga ajo. Çfarë ka? Erdha të falenderoj siç duhet. Ajo mbante një zarf në dorë. Dua të ta jap. Nuk ka nevojë, Vitoria. E thash që s'ka nevojë. Zëri I tij nuk ishte I ashpër. Ishte I fortë në mënyrën e ndershme të fortësisë, pa zemërim, pa krenari të lënduar, vetëm me bindje. Nuk e bëra përpara. Po të ishte përpara, nuk do ta bëja, sepse para nuk kam dhe kur s'kam pasur. Dhe ja ku jam, gjallë. Ajo qëndroi për një çast me zarfin në dorë, pastaj e futi në xhep. Atëherë më lejo të ftoj për drek, tha. Në qytet. Vetëm kaq. Pa zarf, pa asgjë. Qerqizi e pa për një kohë të gjatë, pastaj hodhi syt te gardhi që ende kishte nevojë për rregullim. Pastaj te qielli. Në rregull, qyteti I madh ishte një botë tjetër. Këtë Qerqizi e dinte që më parë. Por ta dish dhe ta ndjesh në lëkur janë dy gjëra të ndryshme. Restoranti që ajo zgjodhi ishte në një kat të lartë të një ndërtese xhami, me pamje nga një bulevard I madh që ai nuk e kishte parë kurrë në jetën reale.
Peceta prej pëllure të palosura si lule. Më shumë pirun se sa ai dinte për çfarë shërbenin. Një menu pa çmime. Lloji i menus që nuk ka nevojë për çmime, sepse kush shkon aty e di se mund të paguajë gjithçka. Ai hyri me këmishën me kuadrate që e ruante për raste të veçanta, pantallonat e hekurosura dhe këpucët prej lëkure që kërcisnin pak, por ishin të pastra. Edhe kështu, me gjithë kujdesin, ndjente se ishte jashtë diçkaje që nuk dinte ta emërtonte. Shikimet filluan shpejt. Diskrete, nga ato që shtiren sikur nuk po shikojnë, por po. Kryekamerieri ishte i sjellshëm, por ishte një sjellje ndryshe nga ajo që Çerçizi njihte. Një edukat që buzëqesh për të gjithë, por mat gjithçka. Një çift në një tavolinë pranë pëshpëriti diçka dhe qeshi lehtë. Një kamerier kaloi 2 herë pranë tij pa e pyetur nëse kishte nevojë për diçka, por e pyeti atë në të njëjtën kalim. Vitoria e shite. Dhe sa më shumë e shite, aq më e heshtur bëhej, sikur çdo vështrim i shtrembër që ai merrte, ishte një goditje brenda saj. Të ëmbëlsira, një burr që ajo e njihte, një drejtues me xhaketë të shtrenjtë dhe fytyrë që dukej gjithmonë në mbledhje, u ndal te tavolina e tyre për ta përshëndetur. E pa Çerçizin sikur të ishte një detaj i gabuar në një dhomë të rregulluar. Projekt i ri social, e pyeti ai me një buzëqeshje që nuk ishte buzëqeshje. Çerçizi e dëgjoi. Vitoria e pa që ai e dëgjoi. Heshtja mes të treve zgjati 2 sekonda që dukeshin shumë më tepër. Ai është i ftuari im, tha ajo ftohtë. Dhe tema u mbyll. Kur dolën nga restoranti dhe ajo e pyeti nëse donte të njihte apartamentin e saj, qytetin, të qëndronte edhe një ditë, ai heshti për pak, duke parë bulevardin e zhurmshëm. Mendoj se jo, tha më në fund. Pse? Sepse ky vend nuk është i imi. Nuk e tha me trishtim. E tha me qartësinë e qetë të dikujt që e njeh madhësinë e vet dhe nuk turpërohet prej saj. Ti ishe mirë në vendin tim. Unë nuk jam për në tëndin. Nuk është faj i askujt, kështu është. Ai thiri një taksi dhe u largua. Atë natë, kur Vitoria u kthye në hotel, dhoma që kishte rezervuar për të ishte e rregulluar dhe mbi jashtëk kishte një shënim me shkrim të thjeshtë: Faleminderit për drekën. Kujdesu. Ajo mund ta kishte lënë me aq. Por nuk ishte e tillë. U kthye në sertonjë të enjte në mëngjes, vetëm. Mori sërish rrugën e Baltës, duke e njohur tashmë çdo kthes. U ndal përpara shtëpisë pak para orës 10. Ai ishte në arë. Ajo shkoi në këmbë, kaloi oborrin, hapi portën e drurit dhe e gjeti të ulur, duke shkulur barrat me dorë. Ai e pa, heshti dhe vazhdoi punën. E dija që do të ktheheshe, tha ai. E dije? Ke fytyrën e dikujt që nuk e lë një çështje hapur. Ajo u ul pranë tij. Mund të ndihmoj? Mundesh. Punuan në heshtje, në diell. Dhe ai heshtje ishte e mbushur. Më vonë, në verandë, ajo e pyeti për burrin e humbur në rrugë, vite më parë. Çerçizi solli një kuti të vjetër druri dhe filloi të tregonte. Për një burr që ishte larguar nga jeta e tij sepse ajo ishte bërë e madhe dhe ai i vogël. Për një vajzë që e donte mbi gjithçka. Dhe heshtja që ra pas kësaj historie ndryshoi gjithçka. A e tha emrin e saj? Vitoria pyeti dhe tani zëri i saj kishte një dridhje që ajo nuk po përpiqej më ta fshite. Çerçizi e pa me atë qetësinë e një njeriu që është gati të mbyll një rreth që kishte mbetur i hapur për vite me radhë. Tha, u përgjigj ai ngadalë. Tha se emri i saj ishte Fitore. Ajri i doli nga mushkërit asaj në një mënyrë të pakontrolluar. Ishte ajo lloj frymëmarrjeje që trupi e bën kur merr një informacion që mendja ende nuk e ka përpunuar, por gjoksi tashmë e ka kuptuar. Ajo qëndroi e ngrirë, syt të ngulur tek ai, dora duke shtrënguar gotën e ujit me një forcë të panevojshme. Si quhej ai? Nuk ishte pyetje. Ishte një përshpëritje që duhej të bëhej fjalë për t'u bërë reale. Ai nuk ma tha emrin, tha Çerçizi. Tha vetëm se quhej Falko. Që ishte një nof nga rinia, nga koha kur ende mendonte se mund të fluturonte lart. Fitoria e lëshoi gotën, por ajo nuk ra. E kapi sërish në çastin e fundit. Uji u derdh dhe i lagu dorën, por ajo nuk u shqetësua. Joakim Falko. Babai që ishte zhdukur kur ajo ishte 22 vjeçe. Pa letër, pa shpjegim, pa gjurmë. Babai që hetimet nuk e kishin gjetur kurrë. Babai për të cilin ajo kishte kaluar vite duke besuar se kishte qenë viktime e një rëmbimi, e një aksidenti, e çdo gjëje që nuk ishte zgjedhje e vetëdijshme, sepse zgjedhja e vetëdijshme dhem të shumë për t'u pranuar. Dhe ai bab kishte kaluar natën e fundit në paqe në atë shtëpi, në atë rrjet, duke pirë atë kafe të zezë të filtruar me pëlhurë. Ai la diçka këtu, tha Çerçizi me zë të ulët. Hapi kutinë e vogël prej druri me kujdes, si dikush që hap diçka të shenjtë. Në mëngjesin që u largua, mendoi se e kishte harruar. Por unë e kisha ruajtur. Mendova se do të kthehej ta merrte.
Nuk u kthye kurrë. Brenda kutisë e mbështjell me një copë thesi ishte një varse prej lëkure dhe në të një medaljon i vogël metalik i erësuar nga koha. Ishte i rumbullakët me një figurë të gdhendur që fitoria e njohu para se ta prekte. E njohu sepse e kishte parë në një fotografi të vjetër, të verdhë, të ruajtur në një album që ajo ende e hapte her pas here në ditët kur malli bëhej i padurueshëm. Ishte Shën Gjergji, shenjti mbrojtës i të atit. Medalja që ai e kishte mbajtur në qafë që i ri dhe që ishte zhdukur bashkë me të. Ajo e mori medaljen me të dyja duart dhe qëndroi duke e parë për një kohë të gjatë. Pastaj, pa mundur ta mbante më, shpërtheu në lodh. Nuk ishte një e qarë elegante. Ishte ajo e qarë që grumbullohet për vite dhe, kur del e plot, me gjoksin që dridhet, frymën që këputet dhe lotët që rrjedhin pa kërkuar leje. Çerçizi qëndroi pranë saj, pa u përpjekur ta ndalte, pa ofruar fjalë që nuk ekzistojnë për çaste të tilla. Thjesht ishte aty, i pranishëm, i heshtur dhe i fortë, si toka e thatë që mban peshën e diellit pa u ankuar. Pas një kohe, ajo u qetësua, fshiu fytyrën me mëngën e bluzës dhe mbajti medaljen të shtrënguar në dorë. A ishte mirë? Pyeti më në fund. Zëri i saj ishte ende i thyrë. Atë natë, a ishte mirë? Çerçizi mendoi për një çast. Mendoi për burrin që kishte ndenjur në të njëjtën karrige, kishte pirë të njëjtën kafe, kishte parë të njëjtin horizont të katingës me sytë e dikujt që po përpiqej t'i thoshte lam të mirë një jetë pa bërë shurm. Ishte në paqe, u përgjigj ai. Në paqen që ka dikush pasi merr një vendim të vështirë. Nuk ishte lumturi. Ishte qetësi. Ai ndaloi pak. Fjeti mirë. Në mëngjes hëngri kuskus, piu kafe, qëndroi pak në verandë duke parë diellin të lindte. Pastaj falenderoi dhe u largua rrugës. Fitoria tundi kokën ngadalë disa herë, sikur po vendoste pjesët e një gjëje që kishte qenë e thyer për shumë kohë. Kalova vite duke menduar se dikush i kishte bërë diçka, tha ajo. Se dikush e kishte marrë, se kishte ndodhur diçka e keqe. Ajo e pa medaljen. Nuk më kishte shkuar kurrë ndërmend që ai kishte zgjedhur vetë. Që thjesht kishte ikur. Ndonjëherë njerëzit ikin, tha Çerçizi, jo sepse nuk duan, por sepse pesha bëhet e madhe dhe ata nuk dinë më si ta mbajnë. Ajo e pa drejt e në sy. Ti flet si dikush që e ka ndjer këtë. Po, tha ai thjesht. Çdo kush që jeton vetëm në një vend si ky, e ka ndjer një version të kësaj. Dielli ishte në mes të qiellit. Katinga ishte e heshtur nga vapa, sikur edhe zogjit të kishin shkuar të kërkonin hije. Dhe aty, në verandën e asaj shtëpie me 3 dhoma, 2 të huaj që nuk ishin më aq të huaj, rinin ulur në heshtje me një medalje të vjetër mes tyre dhe 12 vite histori që asnjëri nuk kishte kërkuar t'i mbante, por që disi i kishin mbajtur. E ruajte këtë për 12 vjet? E ruajta pa e ditur se e kujt ishte, tha ai. Dukej gabim ta hidhja. Dukej sikur një ditë do t'i përkiste dikuj. Ajo e shtrëngoi medaljen fort dhe e pa me një vështrim që nuk ishte më vetëm mirënjohje apo habi. Ishte vështrimi i dikujt që sapo ka kuptuar se bota ndonjëherë thur histori aq të çuditshme sa duken të rreme. Por pikërisht sepse duken të rreme, janë të vërteta. Mendova se po ndihmoja vetëm një burr të humbur, tha Çerçizi me zë të ulët. Nuk e dija se po ruaja një copë të historisë sate. Ajo nuk u largua atë ditë. Qëndroi derisa dielli filloi të perëndonte. Dhe kur Çerçizi tha se do të bënte një darkë të thjeshtë, orize fasule, ajo nuk u ngrit për të ikur. Qëndroi ulur në karrigen e kuzhinës në heshtje, ndërsa ai gatuante në atë heshtje të një shtëpie që nuk dukej më e huaj. Hëngrën pa ceremoni. Fasule në pjatë të thellë, oriz i bardhë, miell. Ajo i hëngri të gjitha. Nuk tha që ishte e shijshme, as që ishte e thjeshtë. Thjesht hëngri. Dhe kjo tha më shumë se çdo koment. Kur nata ra plotësisht, ajo u ngrit. Duhet të iki. E di. Ajo qëndroi për një çast në derë, medaljen ende të shtrënguar në grusht. Mund të kthehem? Çerçizi e pa për një kohë të gjatë. Nuk bëri sikur pyetja ishte e thjeshtë, sepse nuk ishte. As sikur përgjigjja ishte e lehtë. Jashtë, Katinga bënte zhurmat e zakonshme. Mundesh, tha më në fund. Dhe ajo u kthye. Një javë më vonë, pastaj pas 15 ditësh. Pastaj çdo javë. Nuk vinte me duar bosh, por as me teprime. Vinte me ushime, me një vegël që ai e kishte përmendur rastësisht se ishte prishur, me një libër që ishte kujtuar kur ai kishte folur për 5 librat në radhë. Gjëra të vogla, por nga ato që tregojnë se dikush të ka dëgjuar vërtet. Ai i pranonte pa ceremoni, duke i integruar në jetën që kishte, ashtu siç Serto e integron shiun kur më në fund vjen. Dhe ngadalë, pa emër ende, diçka ndryshoi mes tyre. Nuk e di saktësisht çfarë do të thotë kjo, tha ai më në fund, por e di që gjërat që vijnë kështu nuk i hedh poshtë pa u përpjekur. Ajo e pa gjatë, pa folur.
Dhe mënyra se si përpiqemi, vazhdoi ai, ishte pikërisht ajo që po bënin, pa e shtrembëruar njëri tjetrin, pa e detyruar tjetrin të pushojë së qeni ai që është. Çerqizi e ktheu sërish shikimin nga horizonti, me atë ndershmëri të qetë që nuk kërkon premtime, vetëm prani. Në muajt që pasuan, ishte pikërisht kështu. Fitore nuk u përpoq ta ndryshonte shtëpinë. Nuk urdhëroi riparime, nuk thiri arkitekt, nuk solli mobilje të reja. Ajo që bëri ishte të zgjidhte situatën e tokës në heshtje, përmes rrugës ligjore, pa zhurmë. Borxhi u rregullua në një mënyrë që Çerqizi mund ta përballonte me atë që prodhonte vetë, pa lëmosh, pa favor. Ajo e dinte se kjo ishte e vetmja ndihmë që ai do ta pranonte vërtet, ajo që ruante dinjitetin bashkë me tokën. Ati ju desh kohë ta pranonte pa u ndier më i vogël. Më shumë kohë nga sa kishin menduar të dy. Por ndodhi. Fitore filloi të vinte në Serto çdo 2 javë. Qëndronte disa ditë, ndihmonte në ar siç mundej, me atë lloj ndihme të dikujt që nuk di shumë, por ka dëshirë të mësoj. Mësoi të lidhte rrjetën. Mësoi të kullonte kafen me filtr pëlhure. Mësoi të qëndronte në heshtjen e pasdites pa ndier nevojën ta mbushte me fjalë. Çerqizi shkoi 2 herë në qytetin e saj. Jo në restorante pa çmime në menu, por në vende të vogla që ajo i zgjodhi duke menduar për të. U ndje sërish i parehatshëm, por qëndroi. Dhe ajo qëndroi pranë tij, pa turp, pa shpjegime për askën. Këtë herë ishte ndryshe, në një mënyrë që kishte rëndësi. Medalja e Shën Gjergjit mbeti me Fitore. Para se ta ruante, ajo e çoi te një artizan dhe i vendosi një zinxhir të ri, më të fortë, më të gjallë. E mbante në qaf, ndonjëherë poshtë bluzës, aty ku gjoksi ruan gjërat që nuk kanë nevojë të duken. Skena e fundit e atij cikli ndodhi në një pasdite në fillim dimri, kur në Serto shiu fillon të premtoi kthimin. Ajri kishte ndryshuar erë dhe toka dukej sikur po zgjohej. Fitore ishte në verandë. Çerqizi erdhi nga ara, me duart me balë dhe fytyrën e lodhur në mënyrën e mirë, lodhjen e atij që ka punuar ndershëm. U ul pranë saj. Qëndruan në heshtje, duke parë rreth që mblidheshin larg. A mendon se do të bjerë shi? Pyeti ajo. Po, u përgjigj ai me sigurinë e dikujt që e ka lexuar qiellin gjithë jetën. Sonte. Ajo e falenderoi pa e shpjeguar pse. Nuk kishte nevojë. Ai e falenderoi sepse ajo ishte shfaqur në atë rrugë. Dhe ajo qëndroi sepse i ati kishte kaluar natën e fundit në paqe në atë verandë. Një vetëtim çau qiellin në horizont, pa shumë ende. Shiu po vinte ngadalë. Çerqizi vendosi dorën mbi të sajën. Ajo nuk e hoqi. Dhe kështu, me medaljen mes gishtave të saj dhe shiun që afrohej, pasditja u mbyll në mënyrën e bukur që vetëm Serto di. Ndonjëherë jeta kthehet në të njëjtën rrugë vetëm për të mbyllur një bisedë që kishte mbetur hapur.